Në vendin ku ishte betuar, nuk e kishte thënë gjithmonë të vërtetën. Ish drejtori i FBI James Comey në të paktën një rast kishte gënjur. Pikërisht për deklaratë të rreme në Kongres, ai do të përgjigjet para institucioneve të drejtësisë. Ndaj tij u ngrit akt akuze, e cila thotë se amerikani gënjeu ligjvënësit gjatë dëshmisë së tij të 30 shtatorit të vitit 2020 në lidhje me hetimin për lidhjet midis Rusisë dhe fushatës presidenciale të Trumpit në vitin 2016. Vetë se ky nuk shpëtoi vetëm me një, ai po akuzohet edhe për pengimin e një procedure penale. Kjo ndodhi vetëm pak ditë pasi presidenti amerikan kërkoi nga prokurori i përgjithshëm që Comey të ndiqet penalisht. Pavarësisht kësaj, ish shefi i FBI nëpërmjet një video tha se nuk ka frikë dhe se priste diçka të tillë. Unë dhe familja ime e dim prej vitesh se ka kosto për t'ju kundërvënë Donald Trumpit, por nuk mund ta imagjinonim veten duke jetuar ndryshe. Ne nuk do të jetojmë në gjunjë dhe as ju nuk duhet. Ai theksoi se verdikti final do të tregojë se veprat me të cilat ngarkohet janë të pabaza. Zemra ime është e thyer për departamentin e drejtësisë, por kam besim të madh në sistemin gjyqësor federal. Unë jam i pafajshëm, pra le të bëjmë një gjyq dhe të ruajmë besimin. Ndjekja penale Comey, sipas të parit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është vetëm fillimi. Mendoj se do të ketë të tjerë. Këta ishin demokratë të korruptuar, të majtë radikal. Ata përdorën departamentin e drejtësisë si askush në histori. Ajo që kanë bërë është e tmerrshme dhe kështu shpresoj sinqerisht se ka të tjerë. James Comey ishte emëruar në krye të FBI në vitin 2013 nga presidenti i atëhershëm Barack Obama. Këtë post e mbajti derisa nisi punën administrata e parë Trump. Vetëm pak muaj pas u shkarkua. Presidenti i shtetit më të fuqishëm në botë u pyet nëse aktakuzat janë një lloj hakmarrje, por që mohoi diçka të tillë. Ka të bëjë me drejtësinë, në të vërtetë.